A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Falëndrimi dhe lavdërimi i takojnë Allahut të madhëruar. Salavatet dhe selame i dërgojmë të dashurit ton dhe të dashurit të gjithë besimtarëve Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes dhe shokëve të tij. Ramazani asocion në shumë vepra të mira. Kur përmendet Ramazani, automatikisht nënkuptohet agjerimi, nënkuptohet duaja, nënkuptohet dhënia e lëmoshës, nënkuptohet gjithashtu edhe leximi i Kuranit. Pa ajo që më së shumti nënkuptohet dhe asociohet me përmendjen e muajit të agjerimit është leximi i Kuranit. Për arsye se Allahu i madhruar në Kur'an e ka përmendur se vlerën ose të themi tiparin më të veçantë të këtij muaji që është zbritja e Kur'anit. Allahu i madhruar ka thënë: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan." Që thot muaji i Ramazanit është muaji në të cilin zbriti Kur'ani, i cili është udhëzues për njerëzimin, është sqarim i argumenteve të Allahu subhanahu wa taala dhe është dallues, pra e dallon të vërtetën prej të pavërtetës. Në këtë muaj duhet t'i kushtohet rëndësi të madhe librit të Allahut. Megjithse besimtari jeton me Kur'anin në Ramazan dhe jashtë Ramazanit, mirë po interesimi i tij për librin e Allahut në këtë muaj të veçantë, i cili e ka marrat veçorinë e tij nga Kur'ani, sepse Allahu subhanahu wa taala në mesin e 12 muajve e zgjodhi Ramazanin për të zbritur librin e tij Kur'anin. Pra e zbriti Allahu subhanahu wa taala, siç thotë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, në Ramazan e ka zbritur komplet Kur'anin në Beitul Izze, pastaj prej aty, do të thonë çdo vit i është zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sipas asaj që Allahu subhanahu wa taala e ka caktuar. Pra besimtari jeton me Kur'an gjithnjë. Është një libër të cilin asnjëherë nuk mërzitet besimtari se lexuari. Mirë po në Ramazan interesimi për këtë libër është edhe më i madh. Jo vetëm për t'i lexuar fjalët e tij, sepse siç e kanë përmendur dietarët e fesë islame, leximi mund të jetë vetëm lexim, do të thënë i shpejt, po mund të jetë edhe lexim me meditim. Nëse lexojmë, do të thënë pa medituar, Allahu të shpërblen për këtë. Mirë po, qëllimi i hatmeve të shumta që bëjmë njerëzit nuk është vetëm thjesht të lexojnë fjalët e Kuranit dhe në fund të mos kuptojnë asgjë. Qëllimi i leximit dhe vlera e madhe, shpërblimi që jep Allahu subhanahu wa taala për leximin e Kuranit është që ne të mësojmë nga ky libër, sepse është një libër që jeton me neve, një libër i cili ka synime të caktuara. Allahu subhanahu wa taala librin e tij e ka zbrit për qëllime të caktuara. Thot Allahu në Kur'an: "Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati." Ky është një libër, pra Kur'ani është një libër i bekuar që ta kemi zbrit ty në mënyrë që të meditojnë rreth kuptimeve të ajeteve të këtij libri. Pra Allahu subhanahu wa taala tregon se Kur'anin e ka zbrit që ne të meditojmë rreth tij. Jo vetëm ta lexojmë dhe të mos kuptojmë asgjë. Unë shpesh e përmendi faktin që ka njerëz, ka besimtarë të cilët nuk e njohin gjuhën arabe, e lexojnë ndonjë sure të shkurtër me dekada në namazet e tyre, në raste të ndryshme. Për shembull, e lexojnë surën Ikhlas, Kul huwallahu ahad. Dhe nuk e dinë se çka thot Allahu subhanahu wa taala në këtë sure të cilën e ka lexuar me dekada. Kjo është një gabim. Prandaj obligohemi që Kur'anin ta lexojmë dhe si me Kur'an të jetojmë. E ne nuk mund të jetojmë me Kur'an nëse nuk e dim se çka na flet Allahu i madhëruar. Nuk e dim se çka na flet Allahu i madhëruar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, normal atij është zbrit Kur'ani,
gjithnjë edhe ka pas dëshirë ta dëgjojë edhe prej të tjerëve, po gjithashtu edhe e ka medituar rreth fjalëve të Allahut subhanahu wa taala, edhe pse ati i kanë zbrit. E në Ramazan, në mënyrë të veçantë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lexuar bashkarisht Kur'anin me Xhibrilin alayhis salam, siç thuhet në hadithe. Kana Nabiu sallallahu alaihi wasallam yudarisu al-Qur'ana ma Xhibril. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lexonte. Fjala mudarasa do të thonë një herë ka lexuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka ndëgjuar Xhibrili alayhis salam. Pastaj një herë ka lexuar Xhibrili alayhis salam dhe ka ndëgjuar prej tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe çdo Ramazan Xhibrili e ka lexuar së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam librin e Allahut. Një herë, do të thonë e kanë bën një hatme përveç në vitin në të cilin vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë vitin e fundit të jetës së tij, Ramazanin e fundit që e ka gjetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka lexuar Kur'anin së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam 2 herë. Pra, dhe kur tregojnë sahabët kur e kanë taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pas leximit të Kur'anit me Xhibrilin, thonë se ai ishte aq aq bujar, më bujar se sa era të cilën Allahu subhanahu wa taala e lëshon në natyrë. Pse e ka përngjesu me erën? Për arsye se për me tregu se era është diçka që e cila bart në vete shiun, pra bereqetin, dhe prek çdo pjesë, domethënë të asaj tokës ku e çon Allahu subhanahu wa taala atë erë. Pra diçka, domethënë një bujari e gjërë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasi që e lexonte Kur'anin me Xhibrilin alayhis salam. Tash e përmenda se që Allahu subhanahu wa taala këtë libër e ka zbrit për qëllime të caktuara. Pra, leximi i Kur'anit duhet neve që të na përmirësoj besimin. Të njohim kush është Zoti ynë, cilat janë atributet e tij, cili është ndikimi i atyre atributeve në jetën tonë, si duhet ta kuptojmë besimin e kështu me radhë. Për shembull, kemi surën Ikhlas, kemi, domethënë, gati çdo ajet në Kur'an përmend me ndonjë prej atributeve të Allahut të madhruar. Pra, një prej synimeve të këtij librit është që të njohim besimin tonë. Tjetra është një prej synimeve të zbritjes së Kur'anit, siç kanë përmend dietarët e tefsirit, për tyre Ibn Ashuri për shembull, thotë është për njohjen e dispozitave të ndryshme, të veçantë ose të përgjithshme, siç janë të njohura në gjuhën e shariatit, si ahkam, el-ahkam el-amme dhe el-ahkam el-khassa, pra dispozitet e përgjithshme dhe dispozitet e veçanta që i duhen njeriut, me thonë, ose ju duhen qoftë individit, qoftë shoqërive në jetën e tyre. Gjithashtu prej synimeve të zbritjes së këtij librit të Allahut subhanahu wa taala, me cilën ne duhet të merremi në Ramazan, duhet të lexojmë, të bëjmë hatme 1 herë, 2 herë, 3 herë, po ta kombinojmë leximin ton me leximin për shembull në gjuhën amtare, në mënyrë që ta kuptojmë së paku, ose nëse do ishte e mundur për shembull ta kombinojmë leximin ajeteve kuranore me tefsirin. Tash elhamdulillah në gjuhën shqipe ekziston edhe tefsiri Ibn Kathirit, tefsiri i Saadit, që janë përkthyer nga hoxhallar të nderuar. Do të thonë ka një shije tjetër kur ti e lexon librin Allahu subhanahu wa taala dhe mediton rreth ajeteve, i lexon shkaqet e zbritjes, i lexon kuptimet e ndryshme të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka përfshirë dhe dietarët i kanë sqaruar në për librat e tefsirit e kështu me radhë. Ka një shije tjetër, një shije, do të thonë, që të bën të lidhesh më tepër me Kur'anin, sepse nuk jemi të panevojshëm për Kur'anin. Nëse e kemi lexuar 1 herë, nëse e kemi lexuar 100 herë, nëse e kemi lexuar 1000 herë librin Allahu subhanahu wa taala, prap kemi nevojë, sepse kuptimet e tij nuk shteren. Nuk mund të themi për shembull se e kemi lexuar një ajet kuranor, një sure, ose e kemi lexuar Kur'anin dhe i kemi marrë të gjitha kuptimet, siç ndodh me libra tjera të zakonshëm, libra të cilat i kanë shkruar njerëzit. Ne vazhdimisht kemi nevojë për leximin e Kur'anit, sepse Kur'ani të mëson shumë gjëra. Prej synimeve të Kur'anit është gjithashtu përmirësimi i ahlakit ose moralit ton. Në Kur'an Allahu subhanahu wa taala e ka sqaruar rrugën e mirë, rrugën e virtyteve,
rrugën e punëve të mira. Dhe gjithashtu e ka sqaruar edhe se cila është rruga e shejtanit, rruga e mëkateve, rruga e veseve. E tash duke lexuar Kur'anin ne pajisemi dhe mësojmë se cilat janë virtytet të cilat duhet të përvetsojmë dhe cilat janë veset të cilat duhet të ikim, domethënë duhet të ikim prej atyre veseve. Gjithashtu Allahu i madhruar përmend në Kur'an inkurajimin dhe përmend frikësimin, në mënyrë që t'ju tregoj njerëzve se nëpërmjet veprave të mira, ti arrin në xhenet, nëpërmjet veprave të këqija, përfundimi i njerëzve të cilët bëjnë vepra të këqija është xhehenemi. Pra dhe kjo është një prej synimeve të Kuranit. Gjithashtu marrja e shembujve nga tregimet e ndryshme ose historitë e ndryshme të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka përmendur. Qoftë ato tregimet e pejgamberëve, tregimet e njerëzve të mirë ose tregimet e popujve të ndryshëm të cilët ose kanë shpëtuar dhe kanë fituar shpërblimin e Allahut, ose kanë pësuar në dunja dhe i pret në botën tjetër dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Prandaj mos të kaloj ky Ramazan pa bërë diçka nga këto që i përmenda, pra leximin e sureve, leximin e përkthimit të tyre, leximin e komentimit të këtyre sureve, sepse kjo e ndihmon besimtarin që ta ngrit nivelin e besimit të tij, ta njohë më mirë Allahun subhanahu wa taala, ta njohë më mirë fenë Allahut subhanahu wa taala, sepse në këtë mënyrë edhe përmirësohet edhe ngritet edhe vetdia dhe devotshmëria e besimtarit. Nëse ne kështu e marrim leximin e Kuranit, atëherë do të bëhemi më devotshëm, ashtu sikur se shumë ibadete tjera, agjerimi, lëmosha, ashtu duaja, ashtu edhe leximi i Kuranit na mëson që të gjitha janë në funksion të arritjes së devotshmërisë ose frikës prej Allahut subhanahu wa taala. Kjo është sa i përket ndihmës së Kuranit në jetën e kësaj bote. Në botën tjetër, Allahu subhanahu wa taala Kur'anin që e kemi lexuar do ta bëjë ndërmjetësues për ne. Dhe siç tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të vinë agjerimi dhe Kur'ani ditën e gjykimit dhe njëri do thotë o Zot, fale këtë, agjerimi për shembull do thotë, fale këtë se unë e kam penguar nga ngrënja dhe nga pirja gjatë ditës. Ndërsa Kurani do thotë o Zot, fale sepse unë e kam lënë pa gjumë. Se zakonisht Kurani, meditimi dhe leximi i tij në kohë të gjata bëhet gjatë natës, e sidomos në Ramazan, e sidomos në 10 netët e fundit. Pra Kurani do të ndërmjetësoj për besimtarin dhe nëse ai ka ndonjë gabim, mirë po ka qenë i lidhur me Kuranin, Allahu subhanahu wa taala do ta bëjë sebeb, do ta bëjë shkak Kuranin që atij t'i falen mëkatet. Gjithashtu, për në botën tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të tregon, thotë, do t'i thuhet i tharit të Kur'anit, yuqalu li sahibil Kur'an. Do t'i thuhet atij që ka jetuar me Kur'an, atij që ka lexuar Kur'anin, ai që ka dashur Kur'anin, do t'i thuhet lexo dhe ngritu. Vendi i yt ose shkalla yte e fundit në xhenet do t'jetë aty ku do ta lexosh ajetin e fundit që e di prej librit të Allahut subhanahu wa taala. Pra njerëzit do të ngriten në botën tjetër varësisht prej asaj, se si e kanë sa kanë qenë të lidhur me librin e Allahut dhe sa e kanë dashur librin e Allahut në jetën e kësaj bote. Dhe për fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon dhe thot: Allahu me këtë libër, pra me Kur'anin, disa njerëz do t'i ngrit dhe disa njerëz do t'i ul. Prandaj bëhuni prej i tharëve të Kur'anit dhe prej njerëzve të veçantë të Allahut subhanahu wa taala. Allahu me këtë libër i ngrit njerëzit në dunjë dhe në ahiret, po me këtë libër do t'i ul disa njerëz në dunjë dhe në ahiret, varësisht për asaj, se çfarë bashkëveprimi njerëzit kanë pas me librin e Allahut të madhruar. Unë përfund e lusë Allahun e madhruar që të na bëj prej i tharëve të Kur'anit, për atyre të cilët e lexojnë Kur'anin, e meditojnë Kur'anin dhe veprojnë sipas tij. Walhamdulillahi rabbil alamin.